Ka në studio kolegen Ola Zamor, folur më gjërësisht në këtë ngjarje. Ola, gjoba për 120 milion euro është vendosur në 2019 dhe pse bllokimi vjen pikërisht tani? Nëse shohim në retrospektiv, është një detyrim total për 120 milion euro që Bankers Petroleum i detyrohet shtetit shqiptar, ku 30 milion euro nga këto janë detyrime akcize dhe 90 milion euro është gjob. Për shkak të mos pagimet të akcizës dhe sipas dispozitave të kodit doganor, në momentin që nuk paguhet detyrimi i akcizës, gjobitesh me një penalitet 3 herë më të lartë se sa vlera e detyrimit, duke përbërë në total një shumë për 120 milion euro që Bankers Petroleum duhet të derdhë në buxhetin e shtetit. Kjo ka qenë në fakt një betejë ligjore e vazhdueshme dhe një përplasje vazhdueshme mes Bankers Petroleum dhe palës së shtetit shqiptar, e cila i ka fillesat më shumë se një dekadë më parë. Flasim për vitin 2011, 2012 dhe 2013, kulmi ka qenë viti 2012, kur Bankers Petroleum bënte importe të pa justifikuara të dyljentit apo solarit që përdoret për shpimin e puseve, procesin teknologjik të nxjerrjes së naftës. Duke qenë se nafta është e rëndë, i duhet një lëndë me presion që të jetë shumë likuide për të bërë nxjerrjen e saj në sipërfaqe nga ana e puseve. Mirë, po dhe kjo ka specifikat e veta mbi sasitë që duhen përdorur, mbi prodhimin e një pusi të veçantë, sezonit dhe raportit të përdorimit të dyljentit me prodhimin e një pusi. Sipas monitorimeve që janë bërë nga një audit i kompanisë Alpetrol, e cila është kompania publike që ka dhe marrëveshjen hidrokarbure me kompaninë Bankers, është gjetur që nuk ka një korelacion logjik të përdorimit të dyljentit me prodhimin e naftës dhe dyshohet që kjo sasi e solarit hidhej në treg duke i ushitur kompanive të tjera të tregtimit të naftës dhe shitej naftë pa taksa, por edhe me një cilësi të dobët. Duke qenë përpara kësaj situate, flasim për një qeveri të re të sapo ardhur në pushtet në vitin 2013, vendoset detyrimi që akciza edhe për lëndët e para, si që është dyljenti apo solari që përdor Bankers, duhet të vendosë për çështjen e importeve. Pra, kur Bankers të importonte hollusin, do duhet që të paguante akcizën njësoj si të gjitha kompanitë e tjera që e kishin për tregtim dhe jo për prodhim. Bankers e pranoi këtë dispozitë, ndryshoi kontratën koncesionare, ku shteti në këmbim të kësaj e lejoi që të konsiderohet shpenzimi i rikuperueshëm që të mos kishte barë të rënduar në taksa për efekt të bilanceve dhe të pagesës së tatim fitimit, por thjesht rregullonte tregun që të mos shitej naftë kontraband dhe naftë me cilësit ulët. Në prill të vitit 2014, ligji u bë i zbatueshëm. Atëherë çfarë ndodh? Bankers nis që të marrë sasitë e dyljentit duke shfrytzuar dispozitën ligjore të ligjit për akciza që akciza vendosen në import, duke e blerë në tregun e brendshëm nga ish rafineria Armo apo impiante të tjera që prodhojnë lëndë dhe në produkte të lëndëve hidrokarbure për t'u shmangur detyrimet e akcizës. Drejtoria e doganave në disa shkresa që ka bërë ndër vite kompanisë Bankers e informon që edhe në momentin që e ble në tregun vendas, magazina fiskale konsideroi si import dhe duhet që të paguante detyrimin e akcizës, pati një betejë ligjore, Bankers i drejtohet gjykatës, pasi u vendos fillimisht detyrimi 5 milion euro nga ana e drejtorisë së përgjithshme të doganave. Në gjykatën e shkallës së parë, aty vendos dhe sigurim pa dije, pra që shteti shqiptar të mos vilte detyrimin dhe e fiton çështjen, më pas pala shtetërore e ankimon në gjykatën e shkallës së dytë, aty bie sigurimi pa dije që në këtë moment detyrimi i akcizës duhet ishte i ekzekutueshëm, pavarësisht se si e merrte në fund vendimin gjykata, më pas shteti i kthen parat mbrapsht nëse e humb një çështje, dhe edhe në shkallë të dytë pala e shtetit shqiptar humbet dhe ankimohet më pas vendimi në gjykatën e lartë dhe në vitin 2022 kolegji i gjykatës së lartë i jep të drejtë palës shtetit shqiptar, që këtu vendimi u bë edhe ekzekutueshëm edhe i lejueshëm. Pra, ligjërisht deri në vitin 2022 kemi këtë përplasje ligjore, betejë ligjore në gjykata. Ndërkohë, kemi disa shkresa të ish ministrave të financave ndër vite, të cilët i thon kompanisë, i thon drejtorisë së përgjithshme të doganave që një problem për mosvjeljen e akcizës, të detyrimit të akcizës dhe vendosje dhe detyrimit të Bankers për ta paguar atë
në vitin 2014 apo në vitin 2015 nuk e bëjnë që ju të mos ushtroni kontrole për t'i kërkuar bankersit të paguaj detyrimin e akcizës. Dhe vim në vitin 2019, ku Drejtoria e Përgjithshme e Doganave bën një inspektim dhe gjen që nuk është paguar akcizë në vlerën 30 milion euro dhe për shkak të këtij detyrimi, kompania gjobitet me trefishin e vlerës së detyrimit që është penaliteti. Në vitin 2022, pasi ka ankimuar pas vendimit të gjykatës së lartë, bankersi e çon çështjen në gjykatë kushtetuese dhe gjykata kushtetuese le në në fuqi vendimin e gjykatës së nëse kuptojmë qartë, ligjërisht gjykata e lartë vendos që duhet ta paguash akcizën për holluesit. Bashkë me penalitetin. Bashkë me penalitetin, sepse nuk ka një kundërshtim ose një vendim gjykate që të kundërshtohet vendimi i vitit 2019. Kemi një çështje të vitit 2015 të ngritur nëse duhet ose jo të paguaj akcizë, që është fituar në gjykatë të shkallës parë dhe në gjykata apeli, dhe më pas gjykata e shkallës së lartë i ka dhënë të drejtë palës shtetit shqiptar dhe gjykata kushtetuese ka lënë në fuqi vendimin e gjykatës së shkallës së lartë. Pra, këtu ka marrë fund diskutimi dhe debati nëse duhet apo jo të paguhet akcizë. Po si funksionon? Dhe duhet thënë që nga viti 2022 deri në vitin 2025 askush nuk ka vepruar për të shkuar dhe për të vjedhur këtë detyrim. Bëhet fjalë për 120 milion euro dhe nuk është pak. Cilat institucione duhet të shkonin që ta vilin? Atëherë, në vitin 2019 kemi një kërkesë të ish-ministres së Financave Anila Denaj, që i kërkon degës së doganës së Fier dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave që të pezullojnë procedurën për vjeljen e detyrimit dhe të gjobës së kompanisë Bankers Petroleum, duke qenë se çështja ishte në gjykatë, që është jashtë tagrit të ministrit që të kërkoj veprime konkrete mbi ato konstatime që janë pjesë e punës procesit gjyqësor. Jo e procesit gjyqësor, e punës së përditshme të një agjenti doganor. Ministri i Financave ka në dorë politika, ka në dorë të miratoj buxhete, por jo të futet të bëjë inspektorin dhe as të kërkoj pezullimin e vendimeve të tilla administrative që i nxjerr një njësi e veçantë. Dhe këtë nuk ka një as kodi procedurës administrative dhe as një ligj tjetër. Kjo ka qenë pas një kërkese që ka bërë Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, që duhet pezulluar dhe është bërë kjo kërkesë. Pavarësisht kësaj, pra duke qenë se ka qenë kërkesa e një ministri, ministrat kanë ndryshuar, pas zonjës Denaj kemi në detyrë zonjën Ibrahimaj, Delina Ibrahimaj, dhe sot ministër financash është zoti Petrit Malaj, i cili edhe pse ka një vit e gjysmë në detyrë, vetëm në shtator të këtij viti është drejtuar degës së doganave të Fierit dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave që të shkojnë dhe të ekzekutojnë vjeljen e gjobës të kompania Bankers Petroleum, por kjo ka ndodhur pasi çështja e hetimit të prokurorisë së Fierit që lidhet me administratorët dhe ish administratorët e kompanisë Bankers Petroleum ka shkuar në prokurorinë e posaçme dhe prokuroria e posaçme kishte nisur sekuestrimin e dokumentacionit që lidheshin me ekzekutimin e gjobës. Po sekuestrimi i aseteve është praktike zakonshme. Pra ke një detyrim të papaguar pra pambetur dhe sekuestrohen asetet. Është ligjore. Pra hapi i parë që një organ tatimor apo agent tatimor, siç është Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, që dhe ai taksa vjel, hapi i parë që merr është njoftimi i palës për detyrimin. Lënja një periudhe kohe deri në 30 ditë ose deri në 3 muaj për pagesën e detyrimit dhe më pas kemi hapin tjetër që është bllokimi i llogarive bankare dhe pas bllokimit të llogarive bankare, nëse nuk arrin dot që të vjelësh detyrimin e pretenduar, atëherë shkojmë edhe në konfiskim të aseteve fizike që i përgjigjen vlerës së detyrimit që ke kërkuar. Ola, ndoqë me materialin edhe më herët, çfarë pasojash ka për buxhetin e shtetit fakti që ndalohet prodhimi i naftës në Batoz Marines? Atëherë, kemi një deklarat, njoftim për shtyp nga ana e kompanisë Bankers që njofton që është bllokuar prodhimi i puseve të naftës. Nëse e shohim në rafshin profesional të industrisë së nxjerrjes së naftës, kjo mund të jetë një pyetje që mund t'i drejtohet më mirë një inxhinieri që merret me prodhimin e naftës. Megjithatë, patjetër që nëse një pus që është në
në nxjerrje të një prodhimi. Në momentin që bllokohet, aty mund të kemi ngrirje të naftës për shkak edhe të temperaturave të ftofta dhe bllokim të tij dhe mos kemi më rikuperim të nën tokës që përmban lëndën hidrokarbure të cilën nxjerr Bankers. Çfarë pasojash ka për buxhetin e shtetit? Nuk e di nëse do të ketë ose jo do të prodhoj pasoja për buxhetin e shtetit. Puset janë pasuri e shqiptarëve që Bankers Petroleum i ka në shfrytëzim dhe këtë ne nuk e dim nëse ka qenë bllokim i aktivitetit të nxjerrjes së naftës urdhri i drejtorit të përgjithshëm të doganave apo thjesht marrja e asetit në përdorim të përkohshëm deri në vjeljen e gjobës. Nga ajo që unë kam arritur të krijoj një opinion lidhur me këtë çështje, mendoj që këtu janë një përplasje forcash. Drejtoria e përgjithshme e doganave kërkon që të ekzekutoj një vlerë jo të pakët, 120 milion euro, dhe Bankers Petroleum kërcënon që do bllokoj prodhimin dhe do ketë pasojat parikuperueshme sa i takon nxjerrjes jashtë, pra braktisjes së puseve që kanë edhe lëndën hidrokarbure që është pasuri e shtetit shqiptar, po që sot për sot e shfrytëzon Bankers Petroleum. Dhe se kush ka të drejtë, këtë duhet ta bëjnë monitoruesit dhe inxhinierët e fushës. E kuptoj, po ka ndonjë lloj dëmtimi edhe për komunitetin lokal? Çfarë ndodh me komunitetin lokal? A është një lloj ekosistemi ekonomik edhe për komunitetin lokal? Bankers Petroleumi aty? Çfarë ndodh kur bllokohet përpunimi i naftës? Sepse në komunitetin lokal varet nëse e shohim në aspektin mjedisor, Bankers Petroleum është ndotës. Nëse e shohim në aspektin e teknologjisë që ka përdorur ndër vite, e kemi dëmtues, sepse nuk ka përdorur teknologjinë më të mirë, por më të lirën për nxjerrjen dhe prodhimin e naftës, duke parë shpesh që kemi dhe ankesa dhe protesta nga ana e banorëve afër zonës së Patos Marinzës, kryesisht të fshatit Zharrës, për dëmtimin e banesave për shkak të shpimeve dhe të puseve dhe efekteve sismike që kanë prodhuar këto shpime. Nëse e shohim nga impakti financiar, patjetër që është një punësues i madh i zonës, por nga ana tjetër nuk shohim që të ketë kënaqësi nga ana e punëtorëve sa i takon trajtimit financiar që kanë nga kompania Bankers Petroleum, pra janë ata që nxjerrin, bëjnë punën kryesore, 80% të punës kryesore të Bankers Petroleum dhe pagat më të larta ne i shohim patjetër në nivelin e administratës qendrore që ka Bankers, të drejtorëve të departamenteve, juristëve, financierëve. Po nuk i dalin lekët që t'i jap pagat edhe punonjësve për shembull? Nëse shohim bilancet e Bankersit, ajo i deklaron me humbje, por nëse shohim më pas auditet që ka bërë Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, shohim çështjen e arbitrazhit, shohim hetimin që është bërë nga hetimi tatimor dhe Prokuroria e Fierit që së fundi ka kaluar në SPAK, shohim që Bankers ka fryrë shpenzimet. Ka fryrë shpenzimet? Po, ka fryrë shpenzimet duke përdorur një sër kompanish në kontraktore, deri në disa fish dhe ka prodhuar efekte financiare duke mos paguar tatimin e fitimit në buxhetin e shtetit. Mund të themi që ka para për t'i paguar punëtorët? Po, është një nga kompanitë që ka të ardhurat më të mëdha në Shqipëri dhe për disa vite ka qenë kompania e parë sa i takon nivelit të arkëtimeve nga shitjet e naftës. Flasim për një kompani që vitet e fundit e ka 300 deri në 400 milion euro buxhetin dhe ka patur vite me të ardhura rekord 500 deri në 600 milion euro. E kuptoj. Për një pyetje të fundit faktikisht, po kallëzimin e Bankersit SPAK ndaj zyrtarëve shtetëror, çfarë është një lloj strategjie mbrojtëse apo është një lloj konflikti i hapur, si e sheh, çfarë po ndodh? Deklarata që ka bërë Bankers Petroleum që do të bëjë një kallëzim në SPAK ndaj zyrtarëve publik do pak sqarim, sepse a është drejtori i përgjithshëm i doganave subjekti SPAK-ut, meqense konteston drejtorin e përgjithshëm të doganave? Jo. Ai është zyrtar i lartë, por nuk është ministër, nuk është deputet që tjetë kompetence SPAK-ut. Atëherë duhet kesh akuz ose për grup të strukturuar kriminal, që t'i kaloj SPAK-ut, ose për korupcion. Dhe nëse drejtori i përgjithshëm i doganave ka bërë korrupsion, e bie ta ketë bërë me kompaninë Bankers. Ndaj nuk e kuptoj shumë argumentimin ligjor që ka Bankers Petroleum
por kërcënimin me kallëzim në SPAK. Po SPAK ka një çështje që e ka në nënhetim, të dërguar nga Prokuroria e Fierit, edhe nuk e di se çfarë do të dërgoj pranë SPAK Bankers Petroleum dhe nëse do ta dërgoj apo është thjesht një kërcënim publik dhe një përplasje publike mes doganave dhe Bankersit. E kuptoj.